Kryeministri Edi Rama së bashku me kabinetin qeveritar ka mbajtur një aktivitet të zgjeruar duke paraqitur arritjet në 100 ditët e para. Duke paraqitur arritjet në 100 ditëshin e parë në krye të vendit, kryeministri tha se në 3 muajt e parë janë përmbushur pritshmëritë e qytetarëve. Në qendër të këtij procesi, Rama renditi rikthimin e shtetit funksional, apo edhe krijimin e shërbimeve të barabarta për gjithë qytetarët dhe plotësimin e kërkesave që kanë shtresat në nevojë. Kryeministri tha se qytetarët do i ndjejnë këto ndryshime veçanërisht me hyrje në fuqi të buxhetit për vitin që vjen. Vlerësim punës pozitive të qeverisë për Ramën e dha qartazi edhe Këshilli Evropian dhe Komisioni Evropian në progres raportin e fundit. Ne jemi të vetëdijshëm se publiku pret më shumë prej nesh. Dhe po ashtu jemi të vetëdijshëm se kufit e durimit njerëzve pas shumë vitesh zhgënjimi dhe rënimi moral, ekonomik, social janë të kurrë shumë. Në këto 100 ditë e kemi kuptuar këtë për ditë dhe më mirë. 100 ditë janë shumë pak për t'i përmbushur që të gjitha pritshmëritë nga një qeveri dhe pas një vote popullore. Por janë mjaft për treguar se pritshmëria e parë, më e para, ajo e nevojës së njerëzve për një qeveri të njerëzve, me njerëzit dhe për njerëzit është përmbushur. E pra ne besojmë se në këto 100 ditë e kemi përmbushur këtë pritshmëri, ashtu siç kemi përmbushur padyshim edhe disa pritshmëri shumë të rëndësishme që kanë buruar nga programi i Aleancës për Shqipërinë Europiane. Ne i kemi përmbushur objektivat tona të 100 ditëve. Disa gjëra kanë qenë më të dukshme në syt e publikut, disa tjera më pak. Tjera akoma njerëzit do t'i prekin vetë me hyrjen në fuqi të buxhetit 2014, ndërsa shumë tjera janë piknisje punësh që do të marrin kohën e tyre. Dhe përgjithsisht nuk u fol për këto të fundit me drejtë. Por e rëndësishme mbetet që sipas nesh, tërësia e rezultateve të punës të 100 ditëve përvijon konturet e një modeli tjetër, e një modeli europian të mirëqeverisjes. Kreu i majorancës foli edhe për statusin kandidat, ku përveç të tjerash u shpreh optimist për të ardhmen, se vendi do të përmbushi kërkesat për marrjen e statusit. Menjëherë pas fjalës së kryeministrit edhe në faqen online të kryeministrisë, ka dalë edhe një raport ku rendit në mënyrë të përmbledhur disa nga arritjet e kësaj majorance.